Përshëndetje dashur miq, mirëmbrëma, uroj të jeni mirë gjithë. Jemi sonte në këtë bisedë të radhës, jemi sonte për të bërë një konkluzion të betejës për mbledhjen e firmave, për finalizimin me sukses sot në KQZ të zyrtarizimin, pra pasi ne e kishim njoftuar edhe më parë, sot u zyrtarizua nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve zyrtarisht u publikua edhe në media kandidimi i vetëm i lëvizjes Adeu në të gjithë Shqipërinë me 186 kandidat. Sonte do të ndalem për të përcjellë një mesazh për të gjithë ata që na mbështetën, për të gjithë ata të cilët do të na mbështesin dhe do t'ju tregoj se çfarë arritëm dhe kë kemi përballë. Vërtet, ne ja kemi dalë sonte, bashkarisht me ndihmën e të Madhit Zot dhe me ndihmën e njerëzve si ju, të cilët na keni mbështetur jashtëzakonisht dhe keni bërë një arritje shumë herë më të madhe se sa regjistrimi në zgjedhje. Unë do ju a shpjegoj sonte shkurtimisht çfarë kemi arritur me regjistrimin e lëvizjes Adeu në këto zgjedhje dhe me mbledhjen e 5800 firmave që i dorëzuam. Atje ne kishim mbledhur edhe më shumë, por aq dorëzuam. Gjithçka u verifikua në mënyrë milimetrike nga KQZ dhe i gjithë dokumentacioni jon ka qenë një perfeksion dhe falenderoj të gjithë stafin tim për këtë. Çfarë kemi arritur dhe përballë kujt jemi, ku do të shkojmë dhe për çfarë duhet të bëhemi gati. Ju falenderoj të gjithë nga zemra, miqtë e Facebookut, të Instagramit dhe të YouTubeit, të cilët jeni mbështetës të jashtëzakonshëm. Më dëgjoni sonte me kujdes, sepse kam një mesazh historik, ashtu siç është edhe kjo datë, 17 mars e vitit 2025. Kemi bërë jo vetëm regjistrimin e lëvizjes Adeu si një subjekt politik, por siç e shihni, edhe tek fotoja e kësaj videoje, kur të publikohet në Facebook, nga 120 parti që ka në Shqipëri, të regjistruara në gjykatë, ne ja dolëm t'i tregojmë shqiptarëve se lëvizja Adeu do t'jetë në lojë përballë balenave të mëdha 34 vjeçare. 11 subjekte politike hynë në garë. Përballë kemi parti të cilat qeverisin dhe kontrollojnë Shqipërinë prej 34 vitesh, Rama dhe Berisha. Kemi parti të reja të Sorosit, të superfinancuara që të pa nisur gara kanë shpenzuar 4-5 milion euro. Kemi përballë biznesmen shumë të fuqishëm, të cilët janë multimilioner. Kemi konkurent në garë njerëz të cilët të gjithë bashkë kushtojnë 5-6 miliard euro. Dhe përballë tyre, apo në garë me ta, është një parti të cilën deshën ta injorojnë. Sot u regjistruam në KQZ dhe i kemi treguar të gjithë Shqipërisë, të gjithë shqiptarëve dhe establishmentit politik dhe mediatik të Tiranës që nuk ka fuqi në botë të na injorojë. 1. Dhe e dyta, fuqia e shpirtit, kauza, dashuria për Shqipërinë janë
shumë herë më të fuqishme se miliardat tuaja. Na kanë ignoruar, na kanë censuruar, na kanë bojkotuar, na kanë goditur, na kanë sulmuar, na kanë edhe emrin nuk e nxjerrin në gazetë. Më morën nga Amerika, nga Londra, nga Europa, kreshnik, se s'del emri, nuk kanë për të nxjerrë. Pse? Ata e din që Lëvizja Adheu është parti politike frymëzimin dhe burimin e të cilës ata nuk e din. Ata e kanë të merë një parti që financohet nga populli, frymëzohet nga populli, mbahet nga populli, rrëzohet nga populli, votohet nga populli, mbështetet nga populli, nga njerëzit e thjeshtë. Pse? Sepse nuk ka në këtë vend parti janë të rralla për të mos thënë hiç, të cilat hyjnë në garë dhe nuk kanë askënd nga pas. Kemi përballë njerëz shumë të fuqishëm, kemi përballë disa balena të mëdha financiare dhe mediatike. Berisha, Rama, Tomdoshi, Shehi, Shehaj, biznesmeni Shehaj, është Lapaj Shabani, Qori që kanë patur akses mediatik të pa diskutueshëm duke filluar me FFZ-un, me Grida Dumën, me televizionet e tjera, me A2 CNN-in, me ABC Newsin, me të gjithë. Dhe keni Lëvizjen Adheu, e cila është në Facebook dhe në YouTube. Tani, si do t'ja bëjmë ne, o kreshnik, përballë këtyre balenave të mëdha, përballë këtyre peshkaqenëve të mëdhej, financiar, ekonomik, mediatik. Deri këtu mbrit dhe kemi bërë një punë të jashtëzakonshme. Nga 120 parti që ka në gjykatë të Tiranës të regjistruar, një pjesë u rreshtuan me Berishën, sepse do gjujnë me mbledh firma, një pjesë u tërhoqën nga gara, një pjesë tjetër janë duke pasë çfarë po ndodh dhe janë të tronditur si ja doli Lëvizja Adheu ta kapërcej këtë. 5.000 firma, 186 kandidat në çdo cep të Shqipërisë. U hodh shorti, dhe shorti në ra Lëvizja Adheu do t'jetë e treta në listën e votimit. Do t'ju a shpjegojmë dhe në vijim. Nuk votohet brenda listës numri 3, votohet lista e partisë Adheu në çdo qark të Shqipërisë. Kanë dalë disa portale mashtruesish, të cilët tentojnë t'i gënjejnë njerëzit dhe i thonë Lëvizja Adheu garon vetëm në Berat, vetëm në Korçë, vetëm në Durrës ku dëgjon. Lëvizja Adheu garon në çdo centimetër të Shqipërisë, në çdo qytet, fshat, katund, në diasporë, kudo ku votohet në Shqipëri, do të keni në listë Lëvizja Adheu, që është lista, është rreshti numër 3 brenda listës së votimit, ku do të jenë 11 parti. I pari është Berisha, i dyti nuk e di kush është, i dyti më duket se është Lëvizja e Qorit, i treti jemi ne, i katëri është Basha me sa kuptoj, pastaj janë të tjerët deri tek 11. Lista e votimit do të jetë një fletë e madhe, ku në secilën prej këtyre fletave do të jetë lista shumë emrore e 11 subjekteve partive politike që do të hyjnë në garë.
E treta në këtë listë do t'jetë lëvizja Adheu, e drejtuar nga Krishnik Osman. Ajo do t'jetë lëvizja Adheu, lista e tretë, kutia, kuadrati i tretë, do t'jetë në listën e votimit lëvizja Adheu. Mos lexoni portalet, as televizionet, lexoni vetëm faqet tona zyrtare. Krishnik Osmani, lëvizja Adheu. Këto janë burimet zyrtare të informacionit, sepse duan t'ju ngatërojnë. Lëvizja Adheu garon në çdo centimetër katror të Shqipërisë. Është e pa diskutueshme. Me të gjithë kandidatët e saj. Në qoftë se lexoni portale, se janë bërja 500.000 portale gjobvënësish, që gënjejnë shqiptarët dhe manipulojnë opinionin publik, sepse janë tronditur që ne kemi hyrë në gardë vetëm, nuk e imagjinonin dot, as se kishin çuar në përmend. Burimet e vetme të lajmeve dhe të besueshme dhe kredibël janë lëvizja Adheu, Krishnik Osmani, dhe ato janë burimet tonë. Çfarë? Patjetër që na ka marrë malli me mbledh firma, po më thon këtu në staf, por do të mbledhim prapë se kemi punë tjera të mëdha. Tani kemi kohën jo më për të mbledh firma, por për të bërë betejë. Përballë kemi njerëz të cilët ju i dini, i shihni ke fotografia e videos. Po si do t'ja bëjmë tani? Mobilizim tërësor në të gjithë rrjetin dhe në të gjithë Shqipërinë dhe në të gjithë diasporën. Do t'i japim një rezultat spektakolar. Numri 3, lëvizja Adheu, bojkotoni mediat që nuk përmendin lëvizjen Adheu. E para, e dyta, shkruani në të gjitha statuset që lidhen 2 muaj, 1 muaj e gjysmë. Na e bëni këtë nder, sepse kemi përballë 10 miliard euro. 10 miliard euro i kemi përballë. Ata të tjerët gjithë bashkë kanë 20 media televizione, 30 kanë dhe 500 portale. Ne jemi vetëm. Kemi popullin, kemi të madhin Zot dhe ju kemi ju. A do t'ja dalim? Do t'ju bëjmë një dhuratë spektakolare. Unë nuk e di nëse do të ketë zgjedhje apo s'do të ketë zgjedhje. Këtë e di tjetër kush. Unë nuk jam aq i rëndësishëm. Kam 6 muaj që ju them dhe përsëritem. Në rast se ka zgjedhje, ne jemi gati. Në rast se nuk ka zgjedhje, jemi gati e kemi planin gati. Mos u merakosni hiç. Jemi përgatit për të gjitha situatat. Por, ne nuk jemi aq të nivele aq të larta, sa që të dim se çfarë është vendosur për Shqipërinë. Unë kam informacionet e mia, kam burimet e mia të informacionit që janë kredibël. I hulumtoj me kujdes, ne nuk na lejohet në këtë moment në cilin gjendet Shqipëria që të luajmë me një plan të vetëm. Duhen më shumë se një plan. Plani arrestime masive që do të trondisin Tiranën, do të jenë brenda muajit mars, dhe këto unë jo a kam thënë, nuk është se po ja them sot për herë të parë. Ka 6 muaj, ktheuni tek video të poshtë. Ka 6 muaj që ju kam thënë, Erion Veliaj arrestohet dhe nuk ka fuqi në botë ta shpëtoj. E keni me video poshtë,
Shkoni ktheuni para 6 muajsh, fundi politik i një monstre. Ju kam thënë edhe që nuk ka zgjedhje, por ne jemi parti politike dhe ne mezi po presim që cili do qoftë opsioni. Ne duhet jemi gati për gjitha tërmetet. Kreshniku është modest. Nuk kam fuqi, e pranoj publikisht përballë jush. Nuk kam fuqi as të dhëna, as burime të mjaftueshme, të cilat më thonë nuk kam pra fuqi, as burime të cilat më japin siguri se çfarë do të ndodh. Nuk mbri dot aq lart. Unë di t'ju them vetëm një gjë. Tërbet i madh po pret të bjerë në Shqipëri, në politikën shqiptare. Dhe shumë nga ata që i keni në listat për deputet të sigurt tek PS-ja dhe tek PD-ja, u është prerë fleta e arrestit. Mbajeni shënim. Ka zgjedhje, s'ka zgjedhje, u a kam thënë dhe e përsëris. Është vendim gjeopolitik që merret në Washington, në Londër dhe në Bruxelles. Unë nuk mbri dot aq lart. Ka njerëz të cilët unë i dua shumë dhe i respektoj, mund të jenë në këto nivele, unë nuk jam në këto nivele. Kam kontaktet e mia në të gjithë botën, sigurisht, por nuk mbri dot aq lart, sa që të marrë vesh me imtësi çfarë do të ndodhë. Përrjedhoj, bëhemi gati për opsionin A, për opsionin B, për opsionin C, për opsionin D dhe për opsionin E. Pse? Sepse Shqipëria është në kohë shtesë. Europa do të tronditet. Ballkani do të ketë zhvillime të mëdha. Shqiptarët do të shkojnë dal nga dal drejt ëndrrës së tyre të madhe. Atë që e kanë ëndërru gjyshrit dhe stërgjyshrit tanë, ka 500 vjet, prej konferencës Londrës deri tani, shkojmë të sigurt drejt kësaj. Kur, si, qysh, tek, nuk i di detajet gjitha. Mund t'ju them me siguri, kasta e vjetër 33 vjeçare, game over, ka mbaruar loja për ta. Mos u gënjeni, Rama, Berisha, këta kanë mbaru punë. Mos u gënjeni, as mos u mashtroni, do ju thonë do fitojmë ne, do fitojmë ata, kanë mbaru punë, për këte hy garant me jetë. Si do të ndodhin, kur do të ndodhin, nuk e di t'ju them, sepse nuk jam aq i rëndësishëm. Bëhuni gati për lajme të mëdha. Ata nuk e gëlltisin dot rrjeshtimin e lëvizjes Adheu në listë 11 parti, ka 120 parti në Shqipëri. Do gjujnë të forta të përballësh me establishmentin. Dhe u ka rënë heshtja totale. Heshtje totale. Respekt deri në këto moment, gjej rastin të falenderoj edhe njëherë gocat e KQZ-s, të cilat kanë patur bashkëpunim të jashtëzakonshëm deri në minutën e fundit. Dhe shpresoj që të bëjnë të njëjtën gjë me numërimin e votave, nëse ka zgjedhje, me pjesën tjetër të gjithë procesit, sepse do të jemi në momente jashtëzakonisht të rëndësishme për vendin dhe kombin. Unë nuk i them dot të gjithë, sepse nuk jam i autorizuar t'ju a them, dhe nuk e kam lejen ta bëj këtë. Klasa e vjetër politike do të shkojë në kosh të plehrave të historisë. Ditë të mëdha do vinë për Shqipërinë dhe për shqiptarët.
nuk jeni vetëm. Ka burra më të mëdhej dhe më të mirë dhe më të mençur dhe më të aftë se Kreshnik Osmani, që po bëjnë një betejë të madhe në nivele shumë të larta, që shqiptarët të hyjnë dhe të kthehen në rolin e tyre të natyrshëm në gadishullin ilirik, aty ku kanë bërë historinë, aty ku do të ribëjnë historinë. Ne po bëhemi gati për një epokë të re, vëllezër. Kemi një fat madh se miqtë e mëdhej të Shqipërisë nuk e kanë braktisë Shqipërinë. Kush ju thot ndryshe është megafon i Beogradit dhe i qarqeve të tjera anti-shqiptare në rajon dhe më gjërë. Nuk jeni vetë. Ne jemi instrumenta të vogla në rrugtimin e madh përballë balenave të mëdha. Por do t'ju japim një rezultat spektakolar me apo pas zgjedhje. Dhe ata e kuptojnë shumë mirë se çfarë po u them, sepse i ka kapluar heshtja. Ata, prej minutës së mesditës së sotme, kur Zoti Ilirian Celibashi njoftoi dhe shpalli zyrtarisht miratimin e 5.800 firmave të lëvizjes Adeu dhe të 186 kandidatëve të saj në të gjithë Shqipërinë. I kaploi heshtja. Dal nga dal, mediat nisën të lakojnë emrin lëvizja Adeu, sepse tashmë nuk munden më dot të mos e përmendin. Por ata do të na bojkotojnë, sepse ne nuk kemi para t'u japim. Sepse ata i ka hap tjetër kush, i mban me fonde tjetër kush, i marrin koncesionet dhe lejet e pallateve nga tjetër kush, nuk i marrin dot nga ne. A do të ankohemi ne për ta? Jo. Unë i bëj ftesë edhe një herë sonte mediave kombëtare të mëdha të Shqipërisë, të cilave u kemi shkuar pa asgjë në këmbim, u a kemi dhënë gjithçka. Hapini dyert edhe për lëvizjen Adeu dhe bëjeni një garë të barabartë. Jemi vetëm 11 parti në garë. Bëjeni garën të barabartë. Hapini studiot për gjithë një lloj. Dhe ne të garojmë me dinjitet dhe verdikt që do të na japin shqiptarët, ne do ta pranojmë. E di që keni interesa, e di që keni leje ndërtimi për të marrë, e di që keni resorte për të ndërtuar, e di që jeni ortak me qeverinë, por jemi në momente historike dhe loja do të ndryshojë. Shumë nga lojra do të ndryshojnë. Shumë ekuilibra do të ndryshojnë. Kini parasysh, vëllezër dhe motra shqiptarë, diçka shumë të rëndësishme. Shqipëria po ndiqet në lupën e 700 palë shërbimeve, të cilat po monitorojnë me kujdes emrat e 11 partive që janë rreshtuar në listë. Numri 3 është lëvizja Adeu dhe do të pyesin të gjithë kush janë këta? Kush është pas tyre? Kush u hapi rrugën atyre? Dhe ku e gjenë energjinë këta? Ne nuk do t'ja japim këtë përgjigje tani, por do t'ja japim përgjigjen rrugës. Dhe i sfidoj sot, hapur, me qetësi, me edukat dhe pa ofendim. Mos tentoni, nuk na ndalni dot.
ajo që po vjen është më e madhe se të gjithë. Mos e çoni në përmend të na ndalni. Nuk mundeni ta bëni këtë. Uragani që po vjen është më i madh se të gjithë. Bëjni llogarit mirë dhe rrjeshtohuni në anën e Shqipërisë, në anën e historisë. Arrestime të frikshme do të fillojnë të vinë. Para e madhe dhe pasuritë mëdha do të konfiskohen të balenave të korrupsionit në Shqipëri. Kujdesni se s'keni parë gjë akoma s'është nis loja. Si do t'ja bëjmë tani? Kemi përballë njerëz jashtëzakonisht të fuqishëm, me media, me para, por të zhveshur nga morali, të zhveshur nga diçka që kanë për t'ja ofruar këtij kombi, të cilin e ropën për 34 vjet. Shqiptarët sot do të zgjedhin ndërmjet emrave të 11 partive të cilat ju i njihni mirë tashmë. Berisha, Qori, Kreshnik Osmani, Lulzim Basha, Tom Doshi, Ilir Meta, Endri Shabani i thurjes me lapajn e Shqipërisë Bashk, është Stojku, Elena Kocaqi dhe Partia Mundësia e Agron Shehajt. Ju e dini tashmë se çfarë do të bëni. Nuk do ju marrë më kohë shumë të hymë në strategji. Të gjithë në mbështetje të gjithëve, nga Shkodra në Sarand, nga Tropoja në Sarand, nga Korça në Kukës, nga Elbasani në Puk, nga Puka në Vlorë, e nga Fieri në Dibër. Të gjithë për të gjithë. Nuk marrim dot 71 mandate si çdo marrë ai. Është njëri këtu nga këta humoristët e partive të reja që kanë dalë të Sorosit, i thot njerëzve do marr 71 mandate. Tallë me nderen me njerëzit, ne nuk e bëjmë këtë. Në këto zgjedhje ne nuk i marrim dot 71 mandate. Në zgjedhjet e ardhshme po tani jo. Luajmë për 2-3 të parët e të gjitha rretheve dhe për 7 të parët e Tiranës. Deri në 10, pra për gjithë 12 në sigur Tiranë janë të gjithë në lojë. Edhe ata që janë jashtë listës sigurt janë të gjithë në lojë. E pat çfarë tha Gjiknuri sot, se e nxorri Rama tek lista e hapur, e hoqi nga lista e sigurt. Garimi tha, gara është e pabarabartë. Të gjithë paçavuren që e përgatitën dhe e gatuan vetë, sot po e vjellin dhe po e përjetojnë mbi lëkurën e tyre. Çfarë do të bëjmë? Do të na duroni edhe 2 ditë. Edhe 2 ditë, maksimumi 3. Që të na pushojnë pak njerëzit, sepse ne nuk jemi të barabartë me partitë e tjera të cilët e kanë nisur fushatën. Ata i kanë patur gjërat gati. Ne i kemi bërë gjitha vetë. I kemi njerëzit shumë të lodhur dhe shumë të konsumuar dhe duhet u japim pak ditë që të marrin frymë, që të rikthehemi në lojë. Do t'i keni të publikuara në website-in e Lëvizjes Adheu dhe do t'i nxjerrim edhe tek faqet tona emrat në këtë faqe ku jemi këtu. Nuk është Gjiknuri Edmond, autori i ligjit zgjedhor. Gjiknuri bashkë me Bylyk Bashin e PD-s janë 2 atentatorët që kanë shkrepur
me urdhër të Ramës dhe të Berishës. Ata janë gatuesit e çorbës, Rama dhe Berisha. Tani do të shqyje njëri tjetrin në për lista për të marrë votat e njëri tjetrit se duan me u bë deputet. Se e kanë bërë atë listën si sytë e vet, një paçavure, një pislëk i gjallë, që nuk ke ku ta kapësh as nga koka, as nga këmbët. Le ta kalojmë. Këto janë, kjo ishte gara, kështu do të hyjmë. Tashmë, kemi nevojë për mbështetjen tuaj. Ne e bëm golin ton. Tashmë është radha juaj. Çfarë do Krishnik? Duam gjithçka. Dhe o sot, o kur, gjithçka, o sot, o kur. Kemi nevojë për grafik design. Kemi nevojë për editor videosh. Të shkurtoj videot e mia dhe t'i hedhin natë ditë në TikTok, në Facebook, në Instagram. Kemi nevojë për 10 euro, për 100 euro, për 1000 euro, për 10.000 euro, për sa të kesh ti mundësi. Donald Trumpi, që është Donald Trump, që është miliarder, del dhe bën fushat mbledhje fondesh. Ke linku në YouTube, ke komenti i parë, keni GoFundMe dhe mund vinit në takoni privatisht këtu, llogarin bankare na e kanë mbyll. Sepse duan të na e lehtësojnë punën, se ashtu është i muhabet ke tatimet sa të kryjmë ca procedura që të hapet banka, edhe pastaj s'ka problem. Pra, për të marrin para, por nuk na japin. Nuk na japin. Derisa të kryen ca procedura ke tatimet që të kenë kalu zgjedhjet edhe pastaj të na japin lekët. Do t'ja dalim. Kush ka mundësi të kontriboj duhet ta bëj tani. Pa njerëz, pa logjistik, pa para, nuk bëhet Shqipëria me like në Facebook. Këtë ta keni qartë. Çfarë kishim ne i kemi shkrit gjitha. 12 vjet. Shkatrum ekonomi, shkatrum jetën, humëm vitet e jetës, shkatrum ekonomitë e familjeve. Nuk na e beso kush, ose rrallë kush e beson. Ju keni qenë duke bërë para për t'i çu kalamajve tuj, ne i kemi rënë regjimit sepse nuk fiton dot edhe para edhe të luftosh me regjimin. Ky është momenti të na ndihmoni. Nuk ke me dhënë 100 euro, 10 euro i ke. Nuk ke me dhënë 10.000 euro, 500 euro i ke. 5 euro i ke. Por bëjeni të gjithë. Ky është momenti. Kemi përballë 10 miliard euro. Rama, Berisha, Doshi, Shehaj, parat shkojnë me valigje. Hapin portobagazhin, nxjerrin topat, i hedhin edhe hikin. Kujdes. Nuk shpëtohet Shqipëria me like në Facebook. Ky është momenti ta jepni dorën. Po si ta bëj, po ku ti çoj, po si kush do e ka mundësinë. Numrat e telefonit i ka aty. 00355 67 20 4161. Na duhen financa të frikshme sepse kemi përballë balena të mëdha disa miliarda dollarësh. Kanë qeverisë Shqipërinë për 33 vjet. Trumpi që është Trump ka mbledh 200-300 milion dollar.
Biden që ishte Biden mblodhi kush disa milion $, nuk bëhen fushatat pa para. Harrojeni këtë. Ne e shkrim çfarë kishim. Dikush thot, ja, jeni hajdut si tjerë, dikush thot, jeni gjithë si tjerët. Ne këto gojë nuk I ndalim dot asnjëherë. Sepse edhe me vdek me dhon jetën për Shqipni, do ketë njerëz që do thonë, ç'ishte ky hajvan që e mori kaq seriozisht këtë punë. Videot I shohin 5.000 veta deri në 10.000, deri në 20.000, deri në 30.000 veta ka rast. Sikur të gjithë t'japin nga 5 euro ose 2 euro. Ju e kuptoni çfarë bëhet. Nuk ka më kohë për të shikuar as për të vështruar. Është koha të na mbështesni. Jo po marrim nga shteti, ne jemi parti që nuk kemi marrë nga taksat e juaja, as nga shteti shqiptar, as 1 cent gjithë jetës tonë. Mos bë sikur nuk sheh. Aty e keni GoFundin, e keni ke komentet, do t'ju hedh, ndërsa ju të YouTube-it e keni GoFundin ke kutia e përshkrimit dhe te komenti I parë. Nuk ke kartë krediti, eja na tako këtu. Nuk ke kartë debiti, eja na tako këtu. Nuk shko do të bank, eja na tako. Ky është momenti, na shkruani 00355 67 24 1361. Vetëm kjo punë nuk bëhet. Duhen postera, duhen pankarta, duhen banderola, duhen takime, duhet karburant, duhet naft, duhet vaj makine, duhen goma, duhen njerëz, do dalin vullnetar rrugë, do pinin diçka, do anë diçka, do blihen kapele, do blihen bluza, do blihen materiale. Kush ka mundësi le ta bëj? Kush mendon që ne jemi hajdut si gjithë tjerët, vazhdoj të bëj çfarë dush? Ju mund na shkruani në WhatsApp dhe ne ju tregojmë si do të veproni dhe si mund të na ndihmoni dhe ku cilat janë rrugët dhe mënyrat. Kush e ka vullnetin mund ta bëj dhe di ta bëj. Kush nuk e ka vullnetin, bë sikur nuk shef. Bë sikur se ka mendje. Dakor? Ky është momenti historik ta ktheni përmbys. Sepse zyrat nuk janë pa para, faturat nuk janë pa para, karburanti nuk është pa para, 10 takime me njerëz në ditë nuk janë pa para, çdo hap dhe çdo frymarrje kushton shumë para. Kush të ketë mundësi, le ta bëj tani. E bëra thirrjen sot, sepse sot u zyrtarizua gjithçka. Nuk ke fuqi, nuk ke mundësi, sepse është gjendja e vështirë, unë e di, është për gjithë e vështirë. Por në qoftë se si ke I 1000, I ke 5 euro, I ke 10, bëjeni të gjithë çfarë mundeni. Ne e shkrim çfarë kishim. Ftoj biznesmenët e mesëm dhe të mëdhej, jo oligarkët, sepse oligarkët do të hetohen të gjitha koncesionet dhe PPP-t që kanë marrë kontrata nga shteti shqiptar, nga taksat e shqiptar. Të gjitha bizneset, të cilët nuk janë të implikuar tek korrupsioni, tek vjedhjet, tek privatizimet e pronave në Bregdet, do t'ju konfiskohen, do t'ju shkatërrohen të gjitha, bëuni gati. Do t'ju tregojmë të gjithëve si mund na kontaktoni, vetëm na duroni pak. Të gjithëve, vetëm na shkruani në WhatsApp. Do t'ju tregojmë të gjithëve si mund na kontaktoni. Konsiderojeni këtë si kur po shkoni me I dasëm, si kur po shkoni në I synetlik, si kur po shkoni në I fejes, si kur po shkoni për I qokë. Një herë është kjo, e janë ta bëjmë bashkë, dhe ne do ju bëjmë transparencë për gjithë shka keni ofruar.
një. Deri tani ne kemi shkri veten tonë. Kur, për ata që nuk e din, sepse thonë marrin fonde nga shteti, nga kjo, Lëvizja Adheu ka marrë 0 lek nga ky shtet. 0 lek nga taksat tuaja, 0. Kemi shkri jetët tona për këtë punë. Nuk e beson kush, ose rrallë kush e beson, populli thot, bëjet mirën e hudhen det, po nuk ta ditën njerëzit, ta di Zoti vetë. Ne nuk i kemi shpresat në i di njerëzit, ne i kemi shpresat ke i modhi Zot. Atje është banka që nuk falimenton kur, dhe atje është vendi ku investimi ynë nuk ka për të humbur kur, është atje lart. Njerëzit gjithmonë kanë diçka për të thënë. Në të gjitha mbështetjet tuaja, nuk ke mundësi të na japësh para, ke i shtyp shkrojnë, na bëjnë 10.000 fletushka. Ke dyqan kancelari, mos na sill para, na sill letra, fotokopje, boj fotokopje, letra. Duhen 100.000 lek, 300.000 lek në ditë vetëm fotokopje, me u marrë me këtë punë. Duhen flamuj, duhen bluza, duhen materiale që ti njohim njerëzit, ti tregojmë njerëzit kush jemi. Ata që kemi përballë hapin bagazhet e makinave dhe hedhin topat e eurove. Ne nuk i kemi ato mundësi. Ky është momenti që të veproni. Do veproni, bujru mirë se të vini. Nuk do veproni, ne do zvarritemi me shpirtin tonë si që kemi bo deri sot, ma aq sa kemi ne. Pas financave, do të hymë në planin e veprimit. Bëjni këto 2 muaj, shpërndajni statuset tona, e dim që faqet tuaja i keni private, nuk duam të bëjmë të mërzitshëm, e kam të qartë që faqa është për se cili e ka për qefën e vetë, por 1 muaj kjo është, na e bëni halal, shpërndajni këto që i bëjmë video, poste, shkrime, vendosni të këfaqet tuaja Lëvizja Adheu numri 3. Vendosni të coveri juaj kush ka mundësi, shpërndajni videot kush ka mundësi, 1 muaj është, deri në 11 maj, gjithmonë qofse ka zgjedhje. Çdo status që bëni në mbështetje të Lëvizjes Adheu, ose çdo lloj shpërndarje që bëni për Lëvizjen Adheu, tek faqet tuaja, bëni hashtag Lëvizja Adheu, voto Treshin, Lëvizja Adheu, voto numër 3, i treti në list është Lëvizja Adheu. E di vigan që ti blokojnë postimet, e di që i blokojnë. Unë kam pas 400-500 veta vlla live kur dilja këtu në Facebook, tash më janë 70 veta, 100 veta, sepse e kanë vra, e kanë ersu Facebookun. Ndaj dhe unë jam në YouTube vazhdimisht, dhe në TikTok her pas here, edhe pse në TikTok nuk po mundem do të ta suportoj, nuk e perceptoj dot atë llojin e njerëzve që rrinë në për TikTok. Megjithatë, do përpiqem. Çdo shpërndarje vendos hashtagun Lëvizja Adheu voto Treshin. 3 është numri i Lëvizjes Adheu, e treta në listën e votimit, partia e tretë. Hashtag Lëvizja Adheu kudo. Treshi është numri jonë në listën e votimit, dhe Treshi është dhe slogani ynë, Zot Adhe familje. Zoti Adheu familja. Këto e mbajnë kombin si pas nesh. Kush ndan të njëjtat vlera me ne, e bën. Kush nuk i ndan të njëjtat vlera me ne, e respektojmë, letë mbështes, prindin 1, prindin 2, prindin 3, prindin 4, gjinia 17, gjinia 29, gjinia 1520,
edhe 8740. Treshi është numri jon list, slogani ynë është Zot familje, Zot atë dhe familje. Treshin do votojnë njerëzit, listën e tretë, në çdo cep të Shqipërisë, në Tiranë, në Durrës, në Shkodër, në Kukës, në Tropoj, në Gjirokastër, në Elbasan, në Korçë, kur të shkosh me marr fletën e votimit, do t'japin një fletë të madhe, ke fleta e madhe do t'jenë 11 parti të shënuara. Numri 3 është lëvizja atë dheu. Aty brenda do vesh kryshin ose plusin tek numri që do ti. Unë drejtoj, Kreshnik Osmani drejtoj listën e Tiranës. Kush ka vota për t'i dhënë Kreshnik Osmanit nga e gjithë Shqipëria, le t'i çojë tek lista televizjes atë dheu në gjithë Shqipërinë. Tirana është voton për Kreshnik Osmani. Ke treshi, unë jam i pari në listë. Kush do të na çoj nga Facebooku të na kaloj në parlament, le ta bëj këtë. Kush nuk do, vazhdon loja, secili shkon në punën e vet dhe sheh jetën e vet, ne e bëm tonën dhe mbaron këtu kjo histori. 3 Zot atë dhe familje, këto janë themelet e kombit. Pa këto nuk shembet. Dhe prona, sigurisht, pa pronën nuk bëhet. Këto janë 4 shenjtërit, pastaj programin do ta shihni të gjithë. Listat e deputetëve do t'ju prezantojmë çdo ditë nga pak. E bëj me dije dhe e bëj dhe një sqarim tjetër. Për arsye të ligjit idiot dhe të kodit zgjedhor idiot, që e kanë bërë disa idiot, të frymëzuar nga disa idiot, të mësuar nga disa idiot, të ekzekutuar nga disa idiot, me qëllime të errta, një pjesë e kandidaturave tona janë formalisht. Ne jemi të vetëdijshëm që nuk fitojmë dot 140 deputet, as 100 deputet. Dakord? Pra, nuk ju duhet e gjithë lista, ju duhen kryesuesit e listave, të cilat janë kualitete të jashtëzakonshme. Na ndihmoni dhe do të shihni që do të ketë një rezultat spektakolar. Na e dhatë dorën, ne do ta fishojmë dorën që do të na jepni. Nuk na e dhatë dorën, Zoti ju aboft dritë, do bëjmë ne, do shkrihemi, do tretemi, do bëjmë çfarë kemi në dorë, po arritëm, mirë po nuk arritëm, Zotit ja lejmë amanet Shqipnin, pa qit fat. Por, sot, keni përballë 11 emra. Emrat e 11 partive që kanë hyrë në lista. 11 parti do hynë, nuk keni shumë, 11. Pjesa tjetër janë brenda ke listat e Berishës. Por në listë të votimit keni vetëm 11 alternativa. Në qoftë se ndërmjet këtyre 11 alternativave nuk dini më dhe e keni të vështirë ta kuptoni se kujt do t'ja jepni votën, më vjen keq t'ju them, por kemi marrë fund si komb. Keni alternativat të reja, keni dhe alternativat e vjetra. Mos dëgjoni nga veshi që thot do ja vjedhin votat, do ja marrin votat, këta janë palaçot dhe prostitutat e vjetra të Ramiz Alis. Prostitutat e vjetra, nga që kanë prostituar fatet e këtij kombi për 34 vjet, vazhdojnë të hedhin tym dhe të prostituojnë fatet e këtij kombi deri në gryq të varrit do ta bëjnë, sepse janë anti-shqiptar. Nuk e duan këtë komb.
Në qoftë se në 11 emra, se t'ishin nga 100, do thosha kishe dyshim, më por nuk di kujt ja jap se janë shumë. Keni vetëm 11 alternativa. Alternativa e tretë është lëvizja atë dheu, numër 3. Zot atë dhe familje. Pron. Në qoftë se ju e keni ende të vështirë të zgjidhni ndërmjet këtyre 11 emrave, të cilët i njihni të gjithë shumë mirë. Berisha, Basha, Qori, Kreshnik Osmani, Lapaj, Shabani, Kocaqi, Shehaj, Doshi, në qoftë se dhe Stojku. Ka janë? Qa janë brënda listave të tyre janë prava me mbret ato. Sepse dinim edhe ne të fusnim në për lista rrinë rahat. Por dolëm atje në shesh të burave me mbledh votat. Me mbledh 5.800 firma. Babës vetë nuk ja japin kartën e identitetit, as pasaport. Na i dhanë ne, është përgjegjësi e madhe kjo. 4.000 marëm Tiranë, 2.000 marëm në përreth. Njerëz të cilët i deklarojnë regjimit mbështetjen tonë, mbështetjen e tyre për ne. Do marrim mandate sa për të ndaluar treshën dhe politikën dhe monopolin bipolar që të bëjnë qeverinë të vetme. Ndaj lëvizja atë dheu është garancia për Shqipërinë. Jo, kam thënë, ata ose nuk do të bëjnë qeverit vetëm, sepse do të kenë nevojë për mandatet tona, ose do t'i detyrojmë të bëhen bashk, pra atë që e kanë bërë për 34 vjeç fshehurazi, tani le ta bëjnë haptazi. Të bashkohen PS-PD dhe ne dalim në opozit. Vendi ka nevojë për opozit. Ata bëjnë skeç, si që kanë bërë 33 vjet. Bën dhe këtë kodin e palachove, për të cilin po qanë sot Gjiknuri, se do dali do shqyet për vota. Këta kanë menin me pi whisky me net ke Sheratoni, kuptoni? Ose Rogne. Edhe pin puro, edhe bën deputet. Tani që i ka hedhë Rama të shqyhin për vota në list hapur, po thonë kodi është i pa barabartë. Është mërzit Gjiknuri se kodi është i pa barabartë. Sepse këtë paqavure që e bëri Gjiknuri me atë Bylykbashin e Berishës, e kanë bërë ata që të na shkatërojnë ne dhe që t'ju thonë ju, këto partit e vogla, kur i çoni votat atyre, i keni shërby këtit, sepse palachot e mëdha janë bashkë. Ne do t'i themi, ose bëuni bashkë, shpalleni martesën dhe dashurin, ose do keni nevojë për mandatet tona. Ju do t'na jepni mandatet. Kush do të lexoj planin ton strategjik dhe kartën e vlerave të lëvizjes atë dheu, le të shkoj tek websajti ynë zyrtar www.lëvizjaatdheu.al. Lëvizjaatdheu.al është websajti ynë zyrtar ku ju mund të lexoni kartën e vlerave dhe orientimin strategjik të lëvizjes atë dheu. Në ditët në vijim do të gjeni edhe emrat e kandidatëve dhe planin e detajuar, çfarë do të bëjmë me pronën, me familjen, me pensionet, me gjitha zërat kryesor dhe sektorët strategjik. Kjo është loja, miqtemi, ky është momenti. 00355 67 20 41 361.
të gjithë ju që donit na bashkoheni si vullnetar në fushatën e Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë. Ju lutem na shkruani në këtë numër. WhatsApp. Ju që donit kontriboni financiarisht na shkruani në këtë numër dhe ne do ju tregojmë si ta bëni. Ju që keni për të na dhënë kontributin tuaj vullnetar, ju që keni për të na dhënë banderola, ju që keni shtyp shkronja, ju që keni stilolapsa, ne kemi nevojë edhe për një stilolaps, edhe për një ku di unë që them, për çfarë do që mundesh ti mund të na ndihmosh. Nuk e bëjmë dot. Kemi përballë $10 miliardë. A dini sa lek janë? Pyetini njerëzit në përrethe, parat që po hidhen, para kokaine, para droge, para shërbimesh, para gjaku që është vjedh shqiptarëve, hap bagazhin, hidh, ftoj spakun BKH-n, që kanë premtuar hetim të hetojnë, të ruajnë, që të kemi një gardë barabartë, për ndryshe Shqipëria shuhet, zhduket. Në çdo status që do të shkruani, në çdo koment që do të bëni, shkruani #Lëvizja Adheu voto Treshin. Jo vetëm tek faqet tuaja dhe tek faqja ime, edhe tek komentet. #Lëvizja Adheu voto Treshin. Zot atë dhe familje. Kjo është ajo çfarë ne mundëm. Ne nuk do t'ju braktisim kur. Shpresojmë që edhe ju të bëni të njëjtën gjë. Do të marrim frymë sot e nesër, të mërkurën tejten nis fushata në çdo cep të Shqipërisë. Ju falenderoj nga zemra. Zoti ju bekoft ju, Zoti e bekoft Shqipërinë. Jemi në rrugë të mbar, lajme të mëdha do të vinë në vijim, në ditët në vijim, do të bëjmë një rezultat spektakolar. Kujdes, edhe nëse ka zgjedhje, edhe nëse nuk ka zgjedhje, i kemi planet për të gjitha. Shpërndajni këto video, logon dhe materialet që do të nxjerrim, do t'jenë vetëm ato të miratuarat nga ne. Mos punoni me fantazin tuaj. Ju lutem shumë, nga dëshira e madhe, jeni bërë të gjithë kështu grafik dizajner. Ju lutem, mos shkaktoni konfuzion në rrjet. Jo se cili me sloganin e vetë. E përcaktojmë ne kush është slogani. E përcaktojmë ne kush është logoja. E përcakton Lëvizja Adheu se kush do t'jetë strategjia. Jo se cili t'i bjerë kavallit nga një vrim, nuk bën. Sepse shkaktojmë konfuzion në popull. Kujdes, njëri shkru Lëvizja Adheu, tjetri shkru Partia Adheu, tjetri shkru Partia Lëvizja Shqiptare Adheu. Ju lutem edhe një herë. Ka vetëm një parti, është Partia Lëvizja Adheu. Lëvizja Adheu. Kanë hap 750.000 faqe, Lëvizja Shqiptare Adheu, Partia Shqiptare Adheu e Lëvizjes, Itali, Gjermani, Francë, ju lutem shumë. Ato shkaktojnë konfuzion, nuk na ndihmojnë. Hutojnë njerëzit, ngatërrojnë njerëzit. Ka një parti që bëhet hashtag apo bëhet tag. Lëvizja Adheu, pik. S'ka tjetër. Ne do t'ju publikojmë, ju po deshet hapini, vendosini ke faqet tuaja, po s'deshet, mos i vendosni. Ne ju kemi xhan dhe ne e respektojmë privatësinë tuaj, e dim që faqet janë t'juajat, e dim që faqja Facebookut e Instagramit është e jotja, ne nuk duam të bëhemi të mërzitshëm, por në këtë muaj, nëse na ndihmoni, një muaj është. Deri 11 maj, një muaj e gjysmë. Sepse nuk kemi media, nuk kemi financat e tyre, nuk kemi fuqinë e tyre. Kemi përballë 10 miliardë euro, a dini ç'është? Janë balena të mëdha.
Ne jemi me zyra modeste, me mjete modeste, me kompjutera modest, me kamera modeste, me gjëra modeste, a më kupton? Por do të shikojnë një fushat spektakolare. Shpërndani videot me hashtagun Lëvizja Adheu, voto Treshin. Komento në për rrjetet sociale kur të shohësh që flitet për politik apo për sondazhe, hyni dhe shkruani direkt ku do në të gjitha portalet që i shihni, tek ju apo në për rrjet. Lëvizja Adheu, hashtag Lëvizja Adheu, voto Treshin. Detyrën e njohin vetëm fisnikët, i dashur miku im vegan. Detyrë është, e di që është detyrë, por vetëm fisnikëria e kupton detyrën. Ka njerëz që u bëhet këtu me lesh. Ngrihet leshi këtu brenda, edhe urrejtje, ç'ne këta, kush i bëri këta, si u bën këta, ë? Ku duan dalin këta, kush është mbrapa këtyre, po kush po i mbështet këta, po nga na doli ky kaq i fuqishëm, po si po i sfidon ky të gjithë. S'kem ç'ti bëjmë ne këtu. Është nder, a nuk është nder, i dashur i merr, unë këtë nuk e di. Ne po e bëjmë betejën. Kush e ndjen deri për 11 maj, faqet janë tuajt. Janë për të nxjerrë kalamajt tuaj, janë për të nxjerrë shkrimet tuaja, janë për të nxjerrë fytyrën tuaj, familjet tuaja, shëtitjet tuaja, udhëtimet tuaja. Unë e vlerësoj shumë këtë, e di që janë faqet, janë private. Por na ndihmoni këtë muaj që të bëhemi viral në rrjet, sepse kjo është e vetmja mënyrë. Sot me rrjete sociale kthehen ekuilibrat. Ata le të mbajnë koshat kafazët e pullumave. Këta që kanë këto studiot. Jemi në një sfidë madhe. Ju përqafoj të gjithëve, këto 2-3 ditë do jemi gati për të bërë gati, për të nisur dhe për të ndezur motorët me fuqi të plot motorike. Po më marrin telefon nga gjithande. Do ju vim të gjithëve der, qytet në qytet, fshat në fshat, katun në katun. Do të flem kut na zër nata. Më kanë marrë telefon nga Durrësi, më zi po presin të shkojmë. Do vim Durrësi, ju kam xhan, gjithëve. Durrësi, Shijaku, Kavaja, Elbasani, Vlora, Korça, do vim gjithande. Po na zuni nata, do flem në për shtëpiat tuaja. Në male do flem, do filloj do ngrofet edhe koha tani. Kut na zër do flem. Do shkojmë katun, der më der, shtëpi më shtëpi. Bëhuni gati, do ju vim në Europë, do ju vim në Angli, do ju vim në Amerikë, ku do ku jeni do ju vim, na prisni. Por të organizohemi mirë. U bot 10 veta, 20 veta, 50 veta, ke fshati, ke katundi, ke lagja, fishkëllim, Kreshnik nisu, unë vi ku t'jeni. Edhe ta marim katunin der më der bashkë. Ne do ju vim të gjithëve. Mjafton një organizim i mirë dhe do të shihni një rezultat spektakolar, ashtu siç nuk e pritën që ne të hymë në zgjedhje vetëm përballë 10 balenave të armatosura fuqimisht me studio televizionesh, me gazetar, me para të frikshme, me taksa, me fondacione, me ambasada, me lobe. Ne jemi tuajt. Tashmë është në nderin tuaj të vendosni sa do marrim ne dhe cili do t'jetë rezultati jo. Ju premtoj rezultat spektakolar. Cili do t'jetë, le t'ja lëm rrugës dhe betejës. Natën e mirë për sonte, do të rishihemi shpejt. Ju përqafoj të gjithëve, do të vit ju takoj të gjithëve ku do ku t'jeni. Natën e mirë për sonte, rishihemi shpejt.